Shqipëria ka marrë një fitore historike teksa ka mposhtur Serbinë me rezultatin 1-0 brenda në fushën e saj. Ekipi i Silvinios siguroi një 3 pikosh shumë të rëndësishëm drejt rrugës për në botror, fal golit të Rejmanajt në fundin e pjesës së parë. Ky rezultat blindon vendin e dytë për Shqipërinë në grupin K të kualifikuesave të Kupës së Botës, pasi tashmë Kuqezinjt kanë 11 pikë, 4 më shumë se Serbia e vendit të tretë. Pas ndeshjes, trajneri kombëtar Silvinio tha se me këto fitore janë në rrugën e duhur për kualifikimin në Kupën e Botës. Kishim presion para ndeshjes, por ishte një duel decisiv dhe duhet ta fitonim. Me këtë fitore jemi në rrugën e duhur për kualifikim. Ishte një ndeshje shumë e vështirë në një fushë shumë të vështirë me një kundërshtar të fortë, por jam shumë krenar për të gjithë futbollistët për atë çfarë kanë bërë. Ishte një hap i mirë, por nuk ka mbaruar akoma asgjë. Realisht, kishim potencial për ta fituar këtë ndeshje dhe bëjmë një punë shumë të mirë. Jemi shumë të lumtur dhe krenar me atë që bën futbollistët. Edhe futbollistët e kombëtares ishin shumë të kënaqur me këtë fitore ndaj Serbisë, të cilën e konsideruan një arritje shumë të madhe. Tash akoma është shumë e freskët për me fol për emocione për ndeshjen, po besoj kështu në të ftohtë sa jam i ftohtë për momentin, besoj që një arritje shumë e madhe. Sigurisht që rruga e bukur sot është që rruga vazhdon, ëndra vazhdon për botrorin, kështu që sigurisht që festojmë këtë fitore, po prapë duhet të mendojmë edhe për kualifikimin e botrorit ose për play-offat, se vendi i parë është shumë i vështirë, po për paraqitjen, të them drejtën, fantastike. Sigurisht që ka pas raste Serbia, sepse ka cilësi shumë të mira sidomos në sulm, po besoj që ishim shumë kompakt, luftonim gjithë, dham gjithë shpirtin e fushat që besoj çdo tifoz ka pas sot dhe shpresoj që gjithë janë të lumtur për paraqitjen tonë. Kam prit 11 vjet për më marrë rezultat këtu, kështu që e morme, është një kënaqësi e madhe, është një rezultat shumë i mirë për ne, sepse në vërtet kishim nevojë për këtë fitore për të vazhduar besimin dhe të besojmë akoma për kualifikimin e botror. Kemi 2 ndeshje tjera të rëndësishme për nëntor, kështu që duhet të koncentrohemi, po tani besoj që duhet ta festojmë këtë fitore dhe ta gëzojmë. Po normal janë 2 ndeshje të vështira, siç që pam edhe dje Andorra me Letoninë bazuan 2-2, kështu që nuk ka ndeshje të lehta, janë ndeshje gjithë të vështira. Duhet jemi të koncentruar për nëntor kur të vim për të bërë ndeshjet e rëndësishme, po siç thash para tani jemi në tetor, ishte ndeshje me Serbinë. E kryejm punën, duhet thjesht ta gëzojmë, besoj sepse edhe ne meritojmë pak gëzim mbas kësaj fitore të madhe. Shumë i kënaqur sepse erdhëm këtu për ta fituar ndeshjen, një ndeshje shumë e vështirë se një skuadër shumë e fortë kjo. Jam shumë i lumtur për mua, jam shumë i lumtur për gjithë skuadrën dhe jam shumë i lumtur për gjithë shqiptarët. Ndeshja e radhës për Shqipërinë do të jetë miqësoria ndaj Jordanisë më 14 tetor, e cila do të luhet në Air Albania në orën 19:00.